Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Rezistenca qytetare kundër qeverisë vijon edhe këtë mbrëmje duke hyrë në ditën e saj të 52. Mijëra protestues u mblodhën në qendër të Tiranës për të përsëritur kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme. Protesta qytetare kundër qeverisë vijon pa ndërprerje edhe këtë mbrëmje, duke shënuar ditën e 52 mobilizimit të përditshëm në kryeqytet. Ashtu si në mbrëmjen e mëparshme, mijëra qytetar u grumbulluan në sheshin Skënderbej për të marshuar më pas drejt godinës së kryeministrisë, ku do të mbajnë fjalime dhe do të përsëriten thirrjet kundër qeverisë. Organizatorët deklarojnë se kërkesat mbeten të pandryshuara, dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, largimi i qeverisë dhe krijimi i kushteve për zgjedhjet e parakohshme. Ato kanë bërë të ditur se protesta do të vijojë çdo ditë deri në realizimin e këtyre objektivave. Pjesëmarrësit pritet të marshojnë edhe në disa nga rrugët kryesore të Tiranës, duke mbajtur pankarta dhe duke broritur slogane kundër qeverisë, ndërsa kanë ftuar qytetarët u bashkojnë protestave në vijim. Rezistenca qytetare është kthyer në një nga mobilizimet më të gjata të viteve të fundit, ndërsa organizatorët shprehen se do të vazhdojnë protestat në mënyrë paqësore deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Kryeministri Edi Rama ka reaguar nga thethi ndaj kërkesave për shfuqizimin e paketës së maleve dhe ligjit për investimet strategjike. Kreu i qeverisë deklaroi se paketa e maleve do të rezultojë një projekt i suksesshëm, ndërsa përjashtoi çdo mundësi që protestat të sjellin ndryshime politike përmes presionit të rrugës. Nga thethi në një komunikim të drejtë për drejtë në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama ju përgjigj debatit të ditëve të fundit lidhur me ligjet që janë bërë objekt kundërshtimesh nga protestuesit dhe opozita. Shefi i qeverisë mbrojti paketën e maleve duke cilësuar atë si një nismë që do të japë rezultate pozitive në zhvillimin e zonave malore dhe do të kthehet në një model suksesi. Secili që do të zhvillojë pronën e tij, pronën e trashëguar të tij. Pra këtu nuk jemi në kushtet kur po shiten malet. Se dhe kjo shitjes është një histori në vete, por nuk është për këtë shitje në kjo bisedë. Këtu jemi në kushtet kur malet po hapen për ata që në male kanë trashëguar një pronë. Këtu jemi në kushtet kur njerëz të cilët kanë një pemtore, të cilën e mirëmbajnë prej vitesh dhe për të cilën kanë pamundësi që të kenë letrat pikërisht për arsyet që thash, mund të pajisen me një leje për të bërë një agropërpunim. Kryeministri nënvizon se paketa e maleve do të jetë frymarrje edhe për turizmin. Këtu jemi në kushtet kur mijëra emigrant kanë shprehur interes, sepse duan të investojnë. Tani, çfarë do me thënë të anullohet paketa e maleve? Do me thënë, shkurt dhe thjesht, që të gjithë këta njerëz dhe gjithë kjo kategori njerëzish të mbeten në limbo, të mbeten pezull. Pse? Sepse disave, që thash malet i shohin nga qyteti, se unë nuk kam parë në një komunitet nga këta që preken për shkak se nuk e kanë këtë paket, që të qohet dhe thot kjo paketa po vjen, po na merr tokat, po na merr pronat, po na zhvesh nga dheu, etj. Ndërkohë që shitet në tregun e fjalëve si një tjetër akt tradhtie. Rama hodhi poshtë gjithashtu kërkesat për shfuqizimin e ligjit të investimeve strategjike, duke lënë të kuptojë se qeveria nuk ka ndërmend të tërhiqet nga reformat që i konsideron prioritare. Këtë e tregon historia e atyre tek cilët unë po shkoj sot, që jetojnë atje në theth, që bëjnë sukses atje, që nga atje çojnë para për familjarë që i kanë në Itali. Kjo është Zvicra e vogël, Blerta, e cila kërkon kohën e vet, kërkon punën e vet, po për të cilën sot nuk mund të më thot dot njeri që është një propagandë, është ëndër e paralizueshme, është diçka jashtë realitetit, sepse në ndërkohë copzat të Zvicrës vogël kanë filluar të lindin dhe të tregojnë se Zvicra e vogël do bahet, Blerta, në malet e Shqipërisë. Do bahet, po ta them me dialektin e maleve. Do bahet se s'ban. Në fjalën e tij, kryeministri komentoi edhe protestat e zhvilluara në vend, duke theksuar se ndryshimet politike nuk mund të imponohen përmes presionit në rrugë. Ai përdori tone të ashpra ndaj organizatorëve dhe pjesëmarrësve në protesta, duke deklaruar se përpjekjet për të rrëzuar qeverinë përmes mobilizimeve në sheshe nuk do të kenë sukses. Ditët në vijim, por ai bulevard është shumë qartësisht i ndarë për mua të paktën, sepse është i ndarë për historinë. Historia e flamingove
është historia e Shqipërisë së re. Ndërsa historia e sorrave dhe e korbeve që e kanë marrë peng përfundimisht e kanë kthyer në një shëmbëltyr simetrike me jashtënxjerrjen e asaj opozitës që tani stihet më ku është. Deklaratat e Ramës vinë në një kohë kur debati mbi paketën e maleve dhe ligjin për investimet strategjike ka hasur kundërshtim e protestave, të cilët vijojnë prej disa javësh ndaj këtyre nismave. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuzat të reja ndaj kryeministrit Edi Rama duke pretenduar se ka transferuar para kesh jashtë Shqipërisë me avion privat. Ai u kërkoi institucioneve europiane dhe ndërkombëtare të nisin hetime, ndërsa paralajmëroi protesta edhe kundër reformës së re territoriale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka intensifikuar akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama duke pretenduar se kreu i qeverisë ka nxjerrë jashtë vendit shumë të konsiderueshme parash në mënyra të palishme. Lideri demokrat i mbështeti akuzat e tij te deklaratat e eurodeputetit Tomas Zdeshovski, i cili sipas Berishës ka ngritur dyshime për lëvizjen e parave jashtë vendit dhe ka përmendur edhe persona të afërt me kryeministrin. Deklarata e europarlamentarit në mediat shqiptare është akt akuza më e rëndë që i bëhet personalisht Edi Ramës dhe familjarëve të tij nga një personalitet i shquar në Parlamentin Evropian, i cili shprehet se po ndjekim parat, rikujton pra parimin e kapjes së mafjes duke ndjekur parat, e pa shembull, e pa precedent. Dhe ndonë se kanë kaluar 24 orë, Edi Rama nuk ka hapur gojën, ka heshtur si fia e barit. Berisha u bëri thirrje institucioneve europiane dhe agjencive ndërkombëtare të zbatimit të ligjit që të verifikojnë pretendimet dhe të nisin hetimet për këtë çështje. Nga ana tjetër, i bëj thirrje prokurorit publik të Bashkimit Evropian, prokurorisë publike, të ndërmarrë me një hetime për këtë problem të merrsisht shqetësues. I bëj thirrje Interpolit dhe Europolit, Eurojust, të angazhohen në hetimet më serioze. Edi Ramës që sillet si diktator të dikurshëm të Afrikës që mbushin avion me kartë monedha dhe i sillnin në banka të ndryshme. Ky hetim ka një vlerë dhe rëndësi të jashtëzakonshme për shqiptarët. Partia Demokratike do vazhdojë kërkesën e saj për hetimin më të plotë të mundshëm. Në të njëjtën konferencë, kreu i opozitës u ndal dhe te reformat territoriale duke akuzuar qeverinë se synon të reduktojë numrin e bashkive në kuadër të një procesi që favorizon shpopullimin e vendit. Tani ai kërkon të zbatoj më tej politikën e çpopullimit duke hequr edhe 20 bashki të tjera. Zgjidhja e parë janë protestat e fuqishme në të gjitha këto bashki dhe në të gjithë vendin. Financimi i koncertit të reperit amerikan Kanye West me fonde publike shkaktoi debat në Komisionin për Kulturën dhe Turizmin. Opozita akuzoi qeverinë për përdorim të pajustifikuar të 4.3 milion eurove, ndërsa ministri Blendi Gonxha mbrojti vendimin duke argumentuar se mbështetja ishte vendimtare për zhvillimin e eventit dhe ndikimin e tij në turizëm. Komisioni Parlamentar për Kulturën dhe Turizmin u shndrua në arenë debatesh gjatë raportimit të ministrit Blendi Gonxha, ku në qendër të diskutimeve ishte financimi shtetëror për koncertin e artistit amerikan Kanye West në Tiranë. Kryetaria e komisionit, deputetja demokrate Ina Zhupa, kërkoi sqarime mbi akordimin e 4.3 milion eurove nga qeveria për organizimin e koncertit duke vënë në dyshim arsyet e përdorimit të fondeve publike për një aktivitet privat. Sipas saj, nuk është asnjë situatë emergjente që të justifikonte përdorimin e këtij fondi. Për herë të parë në histori, me akt normativ jepen 4.3 milion euro për një koncert privat me organizator privat. Dhe unë dua të kuptoj si arsyetoni ju si ministër urgjencën e një koncerti të parashikuar. Në përgjigje, ministri Gonxha deklaroi se mbështetja financiare ishte e domosdoshme për të garantuar zhvillimin e koncertit, pasi organizatorët përballeshin me vështirësi në sigurimin e financimit të plotë. Ishte në rrezik humbja e eventit, dështimi i eventit, anullimi i eventit, për arsye se eventi nuk ishte arritur që të garantonte në 2-3 javët e fundit një ecuri të caktuar në vetë financimin e vetë sa i takonte eventit që të mundsonte
zhvillimin e eventit nuk ishin bileta. As jeni në këto kushte që parlamenti voton kundër. Nuk kemi, për ne është një investim, ishte i paparashikuar, i beft. Nuk prisnim që ne të duhet të ndërhynim me këtë mbështetje, e bëm sepse peshuam arsyet, peshuam pasojat, peshuam interesin publik mirë dhe e pam që do ishte e nevojshme që ne ndërhynim për shpëtuar eventin. Debati vijoi edhe mbi mundësinë e financimit të koncerteve të tjera ndërkombëtare. Opozita ngriti pretendime se qeveria mund të mbështesë financiarisht edhe një koncert të Jennifer Lopez në Tiranë. Në shtator do të vi Jennifer Lopez. Dëgjova Jennifer Lopez. Tani Jenniferit nuk i shiten biletat. Çfarë do bëjmë neve? Do nxjerrim një akt tjetër normativ, t'i japim 5 milion euro dhe Jennifer Lopez si se na prishet imazhi i Shqipërisë. Ministri hodhi poshtë këtë pretendim duke sqaruar se një kërkesë për garanci financiare prej 2 milion eurosh nuk ishte pranuar nga qeveria. Do të jepni dhe asa 4 milion euro? Lopez, e kemi refuzuar për momentin se kërkonte 2 milion euro garanci nëse do ketë protesta. Dhe e kemi refuzuar se nuk e hapim dot garanci. Gonxha mbrojti gjithashtu akti normativ që mundsoi financimin e koncertit të Kanye West, ndërsa opozita kumguli se fondet e emergjencave nuk duhet përdoren për aktivitete private, duke kërkuar më shumë transparencë mbi mënyrën e shpërndarjes së tyre. Procesi gjyqësor ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe 10 të pandehurve të tjerë u shoqërua sërish me mungesë në sallën e gjyqit. Mungesa e mbrojtjes ligjore të Veliajt solli kërkesën e prokurorisë për masa që të shmangin vonesat në proces. Gjykata vendosi gjob për avokatin Plarent Ndreca dhe caktoi një mbrojtës tjetër për të vijuar procedurat. Seanca e radhës në gjykatën e posaçme ndaj Erion Veliaj dhe të pandehurve të tjerë nuk u zhvillua në praninë e kryebashkiakut të Tiranës, i cili ndodhet në paraburgim. Përmes një deklarate, Veliaj kërkoi që në proces të përfaqësohej nga avokati i tij Plarent Ndreca, por edhe mbrojtësi ligjor i kryebashkiakut nuk ishte i pranishëm në sallën e gjyqit, duke argumentuar se ishte i angazhuar në një tjetër çështje gjyqësore në gjykatën e Tiranës. Kjo mungesë u konsiderua nga organi i akuzës si një pengesë për vijimin normal të procesit. Prokurorët Altin Dumani dhe Dado i kërkuan trupit gjykues të merrte masa ndaj avokatit Veliaj, duke kërkuar edhe caktimin e një mbrojtësi tjetër, me qëllim që procesi të mos shtyhej më tej. Ata kërkuan gjithashtu pezullimin e afateve të paraburgimit për kryebashkiakun. Pas shqyrtimit të kërkesave, gjykata vendosi të gjobisë me 50.000 lekë avokatin Plarent Ndreca dhe caktoi si mbrojtëse kryesisht avokaten Valentina Teodorescu. Po ashtu vendos pezullimi e afateve të paraburgimit për Veliajin deri në vijim të procedurave. Në të njëjtën seancë u shqyrtua dhe situata e Ajola Xoxhës, e cila mungoi për të dytën herë radhazi. Mbrojtja e saj paraqiti një raport të ri mjekësor ku pretendoi pamundësia e paraqitjes në gjykat, por trupi gjykues vendosi të mos pezullojë procesin. Ndërkohë, gjykata e lartë rrëzoi kërkesën e Veliajt lidhur me vendimin për pezullimin e afateve të paraburgimit. Seanca e ardhshme është caktuar me 15 shtator, ndërsa për Veliajin pritet një tjetër përballje ligjore këtë javë në gjykatën administrative ku do të përballet me prokurorin Ols Dado. Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Korçës, ku një 66 vjeçar u gjeti pa jetë brenda automjetit të tij të përfshirë nga flakët. Policia dyshon se bëhet fjalë për një vetflijim, ndërsa në vend ngjarje është gjetur edhe një letër e lënë nga viktima që po shqyrtohet nga hetuesit. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Korçën pas zgjedhjes së trupit të pajetë një 66 vjeçari brenda makinës së tij të djegur. Ngjarja u regjistrua rreth orës 08:40 në lagjen numër 10 të qytetit Juglindor, ku banorët njoftuan për një automjet të përfshirë nga flakët. Pas ndërhyrjes së shërbimeve zjarfikse dhe policisë, brenda mjetit u gjet trupi i shkrumbuar i Irakli Çinokut në sendilin e parë të pasagjerit. Në vend ngjarje, policia ka gjetur dhe një letër e cila dyshohet se është lënë nga 66 vjeçari dhe tashmë është pjesë e hetimeve për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, po iki se nuk jam sjell mirë me familjen, shkruaj në të. Sipas të dhënave paraprake, dyshimet e para janë se viktima i ka vënë flakën e automjetit dhe më pas ka humbur jetën brenda tij. Megjithatë, grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po vijon verifikimet për të përcaktuar saktësisht shkakun dhe dinamikën e ngjarjes. Qinjët e përshkruajnë Irakli Çinokun si një person të qetë dhe të rregullt, ndërsa thonë se nuk kishin dijeni për konflikte apo probleme që mund ta kishin çuar drejt këtij akti. Njeri më të rregullt nuk bën. Në një konflikt, në një janë, nuk di unë të këtë. Shmi shumë i rregullt, kritikohet. Me të ato pasurira, me ato s'ka. Konflikte gjëra të tilla s'ka. Pensionistë, një në Angli, një ka në Greqi, doktor.
Sipas banorëve, 66 vjeçari jetonte i vetëm kohët e fundit pasi bashkëshortja e tij ishte larguar drejt Greqisë për të jetuar me 2 fëmijët e çiftit. Një familjar jashtë kamerave ka deklaruar se një nga shqetësimet që kishte pasur viktima lidhej me çështjen e legalizimit të banesës. Hetuesit vijojnë mbledhjen e provave dhe marrjen e pyetjeve të personave që mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje të rëndë. 4 persona mbetën të plagosur nga të shtënat me armë zjarri në një lokal në Elbasan mbrëmjen e së hënës. Hetimet paraprake tregojnë se të lënduarit nuk kanë qenë objektivi i atentatorit, ndërsa policia po verifikon pistat e mundshme dhe po analizon kamerat e sigurisë për identifikimin e autorit. Të shtëna me armë zjarri kanë tërronditur mbrëmjen e së hënës një lokal në qytetin e Elbasanit ku 4 persona mbetën të plagosur. Sipas burimeve hetimore, të 4 të lënduarit kanë marrë ndihmë mjekësore dhe më pas janë larguar drejt banesave të tyre, pasi fatmirësisht nuk paraqiten rrezik për jetën. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se ata kanë qenë viktima të rastësishme të sulmit dhe jo objektivi drejt për drejt i atentatorit. Në momentin e ngjarjes, lokali ka qenë i mbushur me klient. Një person i maskuar dyshohet se ka hyrë brenda ambienteve dhe ka qelluar me armë zjarri duke shkaktuar panik mes të pranishmëve. Pas sulmit, autori ka mundur të largohet duke përfituar dhe nga mungesa e ndriçimit në rrugët përreth zonës. Grupi hetimor ka nisur marrjen në pyetje të personave që ndodheshin në lokal në momentin e të shtënave. Mes tyre, sipas burimeve, është pyetur dhe një person i afërt me Elton Kilën, i njohur ndryshe si Oti Kila, emri i të cilit është përmendur më herët në dëshminë të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani dhe Rion Alibej. Policia ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë së lokalit dhe të zonës përreth. Dyshohet se autori ka përdorur maskim me paruke dhe mjete të tjera për të shmangur identifikimin. Hetuesit po analizojnë gjithashtu itinerarin e largimit të autorit, ndërsa vijojnë verifikimet për të zbuluar nëse ngjarja lidhet me konfliktet më parshme apo përplasje mes personave me precedent kriminal. Policia e Durrësit ka arrestuar 2 persona dhe ka nisur procedimin penal për 2 të tjerë pasi 2 episode të dhunës ndaj 5 shtetasve turq janë hasur në një subjekt plazhi. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur për motive të dobta, ndërsa të dyshuarit pretendojnë se konflikti nisi pas debateve për sjelljen e pushuesve. 2 episode dhune ndaj turistëve të huaj kanë çuar në pranga 2 punonjës të një subjekti plazhi në Durrës, ndërsa 2 persona të tjerë janë vënë në hetim në gjendje të lirë. Sipas policisë, arrestuarit janë një 33 vjeçar dhe një 37 vjeçar, përkatësisht menaxher dhe punonjës i hapësirës së plazhit. Ata dyshohet se gjatë një konflikti kanë goditur me sende të forta 2 shtetas turq, duke shkaktuar dëmtime të rënda. Për këtë ngjarje ndaj tyre rëndon akuza për plagosje të rëndë me dashje. Ndërkohë, në një episod tjetër të regjistruar në të njëjtin subjekt, policia ka referuar në prokurori materialet për 2 persona të tjerë, një 48 vjeçar dhe një 49 vjeçar që punonin si banakjer dhe punonjës sigurie. Ata të dy dyshohet se kanë goditur dhe kanosur 3 shtetas të tjerë turq, të cilët ndodheshin në ambientet e plazhit. Sipas hetimeve paraprake, përplasjet kanë nisur pas debateve me stafit të subjektit dhe pushuesve turq. Të arrestuarit kanë deklaruar se konflikti ka ardhur për shkak të sjelljes së turistëve ndaj klientëve të tjerë, duke pretenduar se ata kishin shkaktuar shqetësime pavarësisht lajmërimeve të stafit. Policia vijon hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të 2 episodeve, ndërsa materialet proceduriale janë referuar prokurorisë për veprimet mëtejshme. Një turiste nga Finlanda ka humbur jetën pas ditën e së martës në zonën e Orikumit gjatë një aktiviteti zhytës në det. 30 vjeçarja dyshohet se ka pasur probleme shëndetësore nën ujë dhe nuk ka arritur të rikuperohet pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme të personave që ndodheshin pranë saj dhe ndihmës mjekësore. Një zhytje turistike në ujërat e Orikumit është kthyer në një ngjarje tragjike ku një 30 vjeçare nga Finlanda ka humbur jetën gjatë eksplorimit në ujor. Sipas të dhënave paraprake, turistja ishte pjesë e një grupi zhytësish që po zhvillonin aktivitete në zonë, por gjatë qëndrimit në ujë dyshohet se ka shfaqur probleme dhe ka pasur vështirësi me furnizimin me oksigjen. Pasi është konstatuar gjendja e saj e rënduar, ajo është nxjerrë nga deti dhe është transportuar me një mjet lundrues drejt molit të njësisë Delta në Vlorë. Drejtuesi skafit ka deklaruar para autoriteteve se 3 persona që ndodheshin pranë një anije në det i kanë kërkuar ndihmë për të transportuar turisten, e cila ishte pa ndjenja. Në mol i është dhënë ndihma e parë, ndërsa më pas 30 vjeçaria është dërguar me ambulancë në spitalin rajonal të Vlorës së bashku me 2 persona të tjerë që ndodheshin me të gjatë aktivitetit të zhytjes. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për ta shpërtuar, turistja nuk ka mundur të mbijetojë. Policia dhe grupi hetimor kanë nisur verifikimet për të zbardhur të gjitha rrethanat e ngjarjes
zgjedhjes, përfshirë kushtet me të cilat të zhvilluar aktiviteti i zhytjes dhe shkakun e saktë të vdekjes së 30 vjeçares. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.